Gojëdhënat tregojnë se shumë vjet më parë, një peshkatar me emrin Linkest, duke peshkuar në liqen, rjetat e tij kanë zënë një gjahë të veçantë, një shtoj zavall. Peshkatari mahnitet nga bukuria e saj, e ndërsa zgjat dorën ta kap ajo kërcen, e futet në thellësi të liqenit. Në dorën e peshkatarit ngelet vetëm këmisha e saj, ngjyrë argjenti. Peshkatari nuk ndalet, kërkon, e në fund e gjen atë shtoj zavallën dhe martohet me të. E thërret gjithnjë me emrin Liknida, ashtu ka dëshirë ta quaj. Nga martesa lindin 2 fëmijë, djali Enkelet dhe vajza Ohrida. Peshkatari e donte shumë gruan e tij. Dhe gjithmonë kur shkonte për peshkim, thërriste emrin Liknida, Liknida, Liknida. Nga atere, liqeni mban emrin Liknida. Në ditët e sotme, brezat e rinj kanë mundësi të reja për të përballuar jetën e tyre. Por këto mundësi shoqërohen edhe me shumë sfida, edhe me shumë kërcënime. Kërcënimi më i madh për të gjithë zonën e liqenit të Ohrit janë mbetjet e kohëve moderne. Mbetjet plastike janë ato më të rrezikshme. Ato e mbulojnë perlën e bukur të liqenit të Ohrit me qese plastike. Dhe liqeni nuk është i rëndësishëm vetëm për bukuritë që ka. Liqeni i Ohrit me kohë është i njohur si një dukuri e mrekullueshme e natyrës, me një histori gjeologjike për më shumë se miliona vjet më parë. Liqeni i Ohrit është liqeni me shkallën e biodiversitetit më të lartë në botë, nëse do të merret parasysh edhe numri i llojeve endemike për sipërfaqen e zonës përreth. Po për sa kohë? Nëse njerëzit do të vazhdojnë të ndotin liqenin e Ohrit në këtë mënyrë për pak vite, i gjithë mjedisi do të shkatërohet tërësisht nga ndotja. Megjithatë, nëse njerëzit përpiqen disi më shumë, ata mund të shpëtojnë dhuratat e natyrës, të cilat nuk na janë falur vetëm ne, por edhe fëmijëve tanë. Tani po ju kërkoj brezave të rinj, të japin besën se do ta mbrojnë trashëgiminë e tyre.